Nga 57 mjek të qendrave shëndetësore të fshatrave të bashkisë Korç, Malishe, Pustec, 14 prej tyre janë mjek pensionist. Kjo pasi doktorët e rinj nuk pranojnë të shkojnë të punojnë në zonat rurale. E para është mungesa e mjekëve të rinj në zonat rurale, preferojnë kryesisht zonat urbane apo kryeqytetin. Një pjesë e tyre vazhdojnë specializime dhe kjo krijon her pas here vakume në mbulimin e kujdesit shëndetësor, por megjithatë prania e mjekëve pensionist duhet parë si diçka pozitive, sepse asnjëherë dhe në zonat më të larta nuk kemi pasur probleme me mbulimin shëndetësor. Petrit Kacorri, prej 45 vitesh, punon si mjek në qendrën shëndetësore në Malish. Ai ka 4 vite që ka dalë në pension, por ka një kërkesë për Ministrinë e Shëndetësisë. Kam 70 vjet, ka arritur 70 vjet e një. Që më në 1903 vjet më ka filluar punë. Pa ndërprerje. Ka punuar mjek familje. Po, 4 vjet. Që mos i bëj kontratat 6 mujore. Konkretisht më ka mbaruar ka 1 muaj kontrata. Tash vetë në Tiranë prapa sot bëj telegram në nisjes. Për të shtyr kontrata. Po ky është për të gjithë. Mund të jenë 15-20 korça. Po dhe qeftore, sa që të ndosh të punosh. Të shumt janë mjekët që ndodhen në prag pensioni, ndërsa largimi mjekëve dhe infermierëve të rinj drejt Gjermanisë apo vendeve të Bashkimit Evropian ngelet një plag për këtë sektor.